Në Shkup u zhvillua ceremonia e dytë ndërkombëtare e ndarjes së çmimeve për të drejtat e njerëzit dhe kulturës, një ngjarje e veçantë dedikuar personaliteteve me ndikim në hapësirën e gjerë të Rumelisë. Forumi Personalitetet të shquara nga Rumelia, që jetojnë në Turqi, është themeluar në vitin 2021 në Stamboll të Republikës së Turqisë, ku themeluesit e saj janë shkupjani Melek Arash, ish-kryetari Rutevit, ish-kryetari i Komunës së Bursës, Recep Altepe, filantropi Bajram Vardar, Ismaili Yıldız, kryetari i Fondacionit për Kulturë dhe Solidaritet Turko-Shqiptar dhe shumë emra të shquar të jetës kulturore nga Turqia. Ceremonia e parë ndërkombëtare u mbajt në Stamboll më 10 tetor 2023, ndërkaq ceremonia dytë është mbajtur mbrëm në Shkup, me rast shumë personalitete të shquara nga vendet e Ballkanit, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova, Greqia, Mali i Zi, Sanxhaku, Rumania dhe Bullgaria ishin pjesëmarrëse dhe fitues të çmimeve për të drejtat e njerëzit dhe kulturën. Forumi mbrëm u organizua në praninë të një numri të madh të ftuarve nga Maqedonia e Veriut, vendet e rajonit si dhe Turqia, përfaqësues nga fusha të ndryshme si kultura, shoqëria civile, arsimi dhe politika. Ngjarja ishte një platformë për të nderuar figurat që kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në forcimin e vlerave demokratike, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe promovimin e trashëgimisë kulturore në Ballkan. Në mesin e të ftuarve ishte edhe zënës kryeministi i Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti, i cili mbajti një fjalim rasti ku theksoi se paqja dhe bashkëpunimi kulturor nuk ndodhin vetvetiu. Paqja dhe bashkëpunimi kulturor nuk ndodhin vetvetiu. Ato vijnë si rezultat i përpjekjeve të ndërgjegjshme, i kapërcimit të paragjykimeve dhe i gatishmërisë për të dalë përtej qëndrimeve të ngurta. Kërkojnë vullnet për të dëgjuar tjetrin, për të kuptuar dhe për të bashkëtuar me dinjitet dhe respekt. Të drejtat e njerëzit nuk kanë të bëjnë vetëm me mbrojtjen nga padrejtësitë. Ato janë të lidhura ngushtë me mundësinë për të qenë pjesë e plotë e jetës publike, për të ndërtuar, për të kontribuar, për të qenë i pranishëm, i dëgjuar dhe i vlerësuar. Përpos çmimit që mbrëm si personalitet i shquar kishte marrë akademiku i njohur bosnjak Ferit Muhić për vitin 2025, juria vendosi të nderojë dy personalitete të shquara edhe nga Maqedonia e Veriut, zëvendës kryeministin Izet Mexhiti dhe kryetarin e shoqatës Ensar, profesor Dr. Sulejman Baki. Profesor Baki njihet gjegjesisht për kontributin e tij në jetën akademike, shoqërinë civile dhe angazhimet e tij në sferën politike e publike. Të dy laureatët u vlerësuan në përkushtimin e tyre të vazhdueshëm në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe forcimin e vlerave kulturore në shoqëri. Ngjarja përfundoi me ndarjen e çmimeve dhe një program kulturor, duke përshkruar mesazhin e bashkëjetesës, solidaritetit dhe respektit për diversitetin kulturor që e karakterizon historinë e Rumelisë.